Në një mëngjes të ftohtë dimri, në lagjen e vjetër të qytetit të Beratit, rrugicat ishin ende të mbuluara me vezë dhe avullin që dilte nga oxhakët e pak shtëpive që kishin ende dru për të djegur. Në një qoshe, pranë një ndërtese të braktisur, qëndronte një grua e re me 2 vajza të vogla në krah. E quante veten Arta, dhe që prej vdekjes së burrit të saj 3 vite më parë, jeta ishte kthyer në një betejë të përditshme për mbijetesë. Vajzat e saj, Erina dhe Ana, ishin 7 dhe 9 vjeçe. Nuk e kuptonin plotësisht pse mami qante shpesh natën, pse s'kishin shtëpi të tyre dhe pse duhej të flinin herë të ndonjë kushërir, herë në ndonjë shtëpi të njohurish që ndihmonin për mëshirë. Ato ishin të vogla, por të ndjeshme. Çdo mëngjes e pyesnin nënën, mami, kur do kemi edhe në një shtëpi tonën? Arta buzëqeshte për ti mos i lënduar, por në shpirt i digjej çdo fjalë e tyre. Në atë qytet të vogël, njerëzit e dinin historinë e saj. Ishte një nga ato histori që qarkullonte si peshpëritje nëpër rrugë, ku të gjithë e dinin fatkeqësinë e saj, por pak kush bënte diçka për ta ndihmuar. Burri i saj, Altini, kishte ndërruar jetë në një aksident ndërtimi, duke lënë pas vetëm një rrogë të fundit të papranuar ende dhe shumë borxhe. Pas asaj dite, Arta mbeti vetëm, me 2 vajza në duar dhe një botë të ftohtë përpara. Në një anë tjetër të qytetit, në një vilë të madhe buz lumit Osum, jetonte një burr që i kishte kaluar të 80-tat. Quhej Petrit Kodra, ish inxhinier ndërtimi dhe një ndër njerëzit më të pasur të Beratit. Kishte qenë njeri i rrept, i ftohtë dhe i përkushtuar vetëm punës. Tani, i vetmuar, i plakur dhe pa fëmijë, ditët i kalonte i ulur në verandë, duke vështruar lumin dhe duke kujtuar një jetë plot fitime, por bosh si, një pasdite, teksa kalonte me makinën e tij të vjetër pranë tregut të qytetit. Sytë ju ndalën te një grua që po mbante 2 vajza për dore. Ishin të mbuluara me një batanie të vjetër, në mes të shiut. Petriti i pa për disa sekonda nga dritarja. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeu diçka që e tronditi. Ishte një ndjenjë që se njihte mëshirë dhe mall për njerëzi, e urdhëroi shoferin e tij, Gëzimin, të ndalonte makinën. Zbriti ngadalë me bastunin e tij dhe ju afrua asaj gruaje që përpiqej të mbulonte vajzat në strehën e një dyqani të mbyllur, të ndihmoj për diçka? E pyeti ai me një ton të qetë, por të ngrohtë. Arta u ngrit menjëherë në këmbë, e hutuar, "Jo, faleminderit. S'kemi nevojë, vetëm po presim të pushoj shiu." Petriti e vështroi për disa sekonda. Kishte një shikim të ndershëm, por të lodhur, "Ke fëmijë të mrekullueshme," tha ai, duke i parë vajzat. "Ku banoni?" Arta uli syt. "S'kemi banesë të përhershme, zotëri. Jemi përkohësisht të një të afërme, por s'është e lehtë." Këto fjalë, që për të ishin një rrëfim i thjeshtë i dhimbjes, për Petritin u bën thik në shpirt. Ai pa përreth, njerëz që ecnin, kalonin, askush nuk ndalej. Aty, në atë moment, ai vendosi diçka që do t'i ndryshonte jetën jo vetëm asaj gruaje, por edhe vetes. Ditët që pasuan, Petriti nisi të interesohej për Artën pa e ditur ajo. E pyeti një shitse të tregut që e njihte. Mësoi se ajo kishte humbur burrin, se jetonte me ndihma sociale dhe se vajzat e saj shkonin në shkollë fal një mësueseje që paguante fshehurazi librat e tyre. Një mëngjes, Petriti dërgoi Gëzimin që t'i gjente dhe t'i sillte në shtëpinë e tij. Kur Arta e mori vesh kush e kërkonte, u trem. Mendoi se ndoshta kishte bërë diçka gabim, por u qetësua kur dëgjoi emrin e tij. "Ai është njeri i mirë," i tha shitësja, veçse shumë i vetmuar. Kur mbërritën në vilën e tij, vajzat u mahnitën. Kopshti ishte plot me trëndafila të kuq e të bardhë. Një mace e bardhë u afrua dhe filloi të luante me to. Ishte hera e parë që ato ndiheshin si në një përrall. Petriti doli në verandë, i mbështetur në bastun, dhe u buzëqeshi, "Mirë se erdhët. Kam dëgjuar shumë për ju. Uleni, mos kini turp." Arta, e ndrojtur, uli kokën, "Zotëri, nuk dua të ju bezdis. Faleminderit për ftesën, por ne." "Jo, s'ka por. Kam jetuar gjithë jetën mes njerëzve që s'kan ditur të vlerësojnë shpirtin.
Tani dua të ndihmoj ata që se kanë pasur asnjëherë një shans. Në ditët që vijuan, Petriti nisi t'i ndihmonte në mënyra të vogla, blinte ushqime, dërgonte veshje për vajzat, por asnjëherë se bënte që ta ndjente si bamirësi. Ai u afrua me to si një gjysh i munguar. Vajzat e adhuronin, e quanin gjyshi i Petrit. Një ditë, teksa pinin çaj në verandë, ai i tha Artës, "E di që nuk më ke kërkuar asgjë, por unë kam diçka për ty." Ajo u hutua. "Çfarë?" Petriti mori një dosje nga tavolina. Brenda ishte një kontratë prone. "Kjo është një shtëpi e vogël, por e ngrohtë. Tani është e jotja. Mos thuaj asgjë, thjesht pranoje." Arta mbeti pa fjalë. Lotët i rëshitën në faqe. U ngrit në këmbë dhe s'dinte si të reagonte. "Zotëri, unë nuk mund. Nuk është e drejtë. Ju s'na njihni." Ai e ndërpreu me një buzëqeshje të butë, të njohur mjaftueshëm për të parë një shpirt të pastër. "Mos e quaj lëmosh, quaje bekim nga Zoti." Ditët që pasuan ishin të mbushura me emocione. Vajzat ishin të lumtura, Arta ndjente për herë të parë siguri. Ajo nisi të pastroj, të gatuaj për të moshuarin. Ti mbaj shoqëri. Nuk e bënte nga detyrimi, por nga mirënjohja. Në sytë e Petritit, ajo gjeti njeriun që jeta i kishte mohuar, një mbështetje të sinqertë, pa interes, por gjërat s'ishin aq të thjeshta. Një ditë, në oborrin e vilës, u shfaq Vera, mbesa e Petritit, një grua rreth të 50-tave, që kishte jetuar prej vitesh jashtë vendit. Kur mësoi se gjyshi i saj kishte regjistruar një shtëpi në emrin e një gruaje të panjohur, shpërtheu, "Kjo është çmenduri. Një grua e panjohur me 2 fëmijë të marrë pasuritë e familjes? Çfarë po ndodh këtu?" Petriti, i qetë, ju përgjigj, "Nuk është pasuria që po jap, është ndjenja e të bërë mirë. Ti nuk e kupton dot, se gjithë jetën ke parë vetëm interes." Vera u largua e zemëruar, duke i thënë se do ta kundërshtonte ligjërisht. Arta, kur dëgjoi bisedën, u trondi. Atë natë nuk fjeti. Nuk donte të ishte shkak për përçarje në familjen e tij. Në mëngjesin tjetër, mori vajzat dhe shkoi në vilë për t'i kthyer çelsat. "Zotëri Petrit," i tha me lot në sy, "ju falenderoj me gjithë shpirtin, por s'mund ta pranoj. Ju keni familje, unë s'dua të jem arsye e dhimbjes mes jush." Petriti u ngrit me vështirësi nga karrigia dhe i mori duart. "Arta, dëgjo mirë. Njerëzit do flasin gjithmonë. Por në fund, ajo që mbetet është zemra. Unë nuk kam familje, kam vetëm trashëgimi që dua ta lë aty ku ka kuptim." Ajo sërish uli kokën, por diçka në sytë e tij e ndali. Ishte sinqeriteti i një njeriu që s'kishte më asgjë për të humbur. Petriti u përkeqësua disa javë më pas. Filloi të mos dilte nga dhoma, e vetmja që e vizitonte çdo ditë ishte Arta. I gatuante, i jepte ilaçet, i lexonte libra. Vajzat i qëndronin pranë dhe i sillnin gëzim. Në ato ditë, Petriti e ndjeu se kishte gjetur më në fund paqe. Një pasdite, kur dielli po perëndonte mbi lumin osum, ai i kërkoi Artës të afrohej. "Kam edhe një gjë për të thënë," tha me zë të dobët, "mos fol shumë, duhet të pushoni." I tha ajo me butësi, ai buzëqeshi. "Kur të mos jem më, dua që të mos qash. Dua që të kujtosh që njeriu nuk bëhet i pasur nga ajo që ka, por nga ajo që je." Ajo e përqafoi fort. Në ditët që pasuan, Petriti ndërroi jetë qetësisht në gjumë. Në testamentin e tij, përveç shtëpisë që tashmë e kishte dhuruar, la një fond për vajzat e Artës që të vazhdonin shkollën. Kur Vera mori vesh, s'kishte më asnjë fjalë për t'u thënë. U prek nga mënyra si Arta nuk kërkoi asgjë më shumë, veç një vend për të jetuar dhe rritur fëmijët me dinjitet. Gjesti që la pa fjalë të gjithë qytetin ndodhi disa javë më vonë. Arta vendosi që shtëpinë që ja kishte dhuruar milioneri plak ta kthente në shtëpi strehimi për nënat e vetmuara me fëmijë. "Unë e mora si dhuratë, por dua që kjo dhuratë të vazhdojë të bëjë mirë," tha ajo para kamerave të një televizioni lokal. Në muret e asaj shtëpie ajo vendosi një tabelë ku shkruhej: "Dhimbja ndahet, dashuria shtohet."
qytetarët e Beratit e kujtojnë ende Petrit Kodrën si njeriun që dhuroi një shtëpi dhe fitoi një familje, por ata që e njohin historinë e plot, e dinë se heroina e vërtet ishte Arta, gruaja që, edhe pse s'kishte asgjë, dinte të jepte gjithçka. Në pranverën që pasoi, qyteti i Beratit nisi të fliste për një gjë që se kishte parë kur më parë. Në lagjen Murat Çelepi, një shtëpi e vjetër me mure gëlqereje dhe port druri ishte shndërruar në një vend që rrezatonte jetë. Ishte shtëpia që dikur i përkiste milionerit Petrit Kodra, tani e njohur si shtëpia e dritës. Arta zgjohej çdo mëngjes para agimit. Pasi përgatiste mëngjesin për vajzat, dilte në obor për të ujtur lulet që Petriti i kishte dashur aq shumë. Ishin trëndafilat e tij të kuq, që tani ajo i quante kujtesa e mirësisë. Çdo mëngjes që i shihte, ndjente një frymë shprese, sikur i plaku të ishte ende aty, duke e përgëzuar në heshtje. Një ditë, ndërsa po pastronte oborrin, një grua e thinjur iu afrua portës. Kishte një foshnjë në krah dhe syt i kishte të fryrë nga lotët, më thanë se këtu ndihmonin nënat e vetmuara. Është e vërtetë? Arta u afrua menjëherë, pa pyetje, pa dyshim, po, hyr, motër. Këtu askush nuk pyetet pse, vetëm si mund të ndihmohet. Gruaja quhej Lule, kishte humbur burrin në Greqi dhe familja e kishte përzën nga shtëpia sepse ishte kthyer me një fëmijë në krah dhe pa asnjë pasuri. Arta e strehoi, i gjeti rroba, i dha ushqim dhe më pas i tha, kur unë erdha këtu, s'kisha asgjë përveç 2 vajzave. Sot kam këtë shtëpi dhe e ndjej si amanet. Tani edhe ti je pjesë e saj. Ky ishte vetëm fillimi. Brenda pak muajsh, shtëpia e dritës u mbush me histori të tjera grash që jeta i kishte rrëzuar, por jo shuar. Kishte një vajzë 19 vjeçare që ishte përzën nga prindërit pse kishte mbetur shtatzën, një nën 40 vjeçare që kishte shpëtuar nga dhuna e burrit dhe një grua e moshuar që ishte braktisur nga djemë. Arta e dinte mirë çfarë do të thoshte dhimbja, ndaj shtëpia s'ishte thjesht një streh, ishte një shtëpi me shpirt. Ajo kishte rregullat e saj, çdo grua duhej të ndihmonte në gatim, pastrim, kujdes për fëmijët dhe, mbi të gjitha, duhej të mësonte një zanat, një mbrëmje. Teksa gratë po bënin bukë në obor, Lule e pyeti me kureshtje, Arta, pse bën gjithë këtë? Ke shtëpinë tënde, vajzat e tua. Mund të kishe jetuar qetë. Arta e pa drejt e në sy dhe buzëqeshi, kur isha e vetme, një njeri më zgjati dorën pa më pyetur asgjë. Ai më mësoi se jeta ka kuptim vetëm kur jell. Kjo shtëpi është fal ti, por fryma e saj është fal nesh. Në murin e sallonit kishte varur një foto të Petritit, e mbështjell me një kornizë druri të thjeshtë. Poshtë fotos, një pllak e vogël me gdhendje, njerëzit vdesin kur harrohen. Kjo shtëpi do të flasë për ty gjithmonë. Në qytet disa njerëz e përgëzonin. Por kishte edhe të tjerë që e shihnin me dyshim. Kush e di ç'bën aty brenda, thoshin disa gra xheloze. Këto janë gjëra për t'u bërë me organizata, jo me ndjenja, thoshin të tjerë, por Arta se dëgjonte askën. Ishte shumë e zënë duke shëruar plagë që nuk dukeshin. Një mëngjes, në derë trokiti një burr me pamje serioze, veshur mirë, jam nga bashkia e Beratit, tha ai. Na kanë ardhur disa letra për këtë vend. Disa thonë se jeni duke e përdorur shtëpinë pa leje për strehim social. Arta e dëgjoi me qetësi, e kam me testament. Kam çdo dokument. Por, nëse do, mund të vini brenda dhe të shihni çfarë bëjmë. Ai hyri. Pa gratë që qeshnin me fëmijët, pa dhomat e rregulluara me kujdes, pa librat dhe rrobat e pastra të palosura. Ndjeu diçka që se priste, prekje, zonjë, tha ai, ajo që bëni këtu është më shumë se humanizëm. Kam parë shumë dokumente, por asnjë vend si ky. Pas asaj dite, bashkia vendosi t'i japë mbështetje shtëpisë së dritës me ndihma ushqimore dhe subvencione të vogla. Në një pasdite vere, Arta po qëndronte në verandë me vajzat, kur erdhi një djalë i ri me një zarf në dorë. Zonja Arta, kam një letër për ju. Është nga Italia. Ajo e mori me habi. Brenda ishte një letër nga Vera Kodra, mbesa e Petritit, ajo që dikur e kishte kundërshtuar.
Letra fillonte me këto fjalë: e dashur Arta, më fal që dikur të gjykova. Kërkoja logjik në një gjest që s'ishte për t'u kuptuar me logjik, por me zemër. Kam parë lajmet për shtëpinë tënde dhe kam qarë. Gjyshi do të ishte krenar. Dua të të ndihmoj të zgjerosh projektin. Brenda këtij zarfi ke një çek. Përdore si të duash, për gratë, për fëmijët, për shpresën. Arta i lexoi fjalët me lot në sy. U kthye nga vajzat dhe gratë që ishin në obor: shikoni, vajza. Mirësia sjell mirësi. Edhe ata që na kundërshtojnë, një ditë e kuptojnë. Me ndihmën e donacionit, Arta hapi një punëtori qepjeje në katin e dytë të shtëpisë. Gratë që jetonin aty nisën të punonin. Të bënin çanta, mbulesa, rroba fëmijësh dhe fitonin para. Kjo shtëpi nuk ishte më vetëm stre, por një shkollë ringritjeje. Në muret e saj, përveç fotos së Petritit, tani vari edhe një tjetër, një tablo ku Arta, vajzat e saj dhe gratë e tjera qeshnin, me duart plot me fije ngjyrash. Poshtë shkruhej: nga dhimbja lind drita. Një natë, Arta doli në verandë. Qielli ishte plot yje dhe diku lart dëgjohej zëri i lumit osum. U ul në karrigen ku dikur rrinte Petriti dhe ndjeu frymën e tij sikur i fliste: bëre më shumë se sa doja unë. Lotët i rëshitën lehtë: jo, zotëri Petrit, përshpëriti ajo, nëse nuk do ishe ti. S'do kishte asgjë nga kjo. Në atë moment e kuptoi se mirësia e vërtet nuk kërkon falënderim. Ajo është si një farë që e hedh dhe një ditë dikush tjetër e bën pyll. Vitet kaluan. Vajzat u rritën. Erina nisi studimet për psikologji, duke thënë: dua t'i ndihmoj nënat si ti, mami. Ndërsa Ana, e vogla, nisi të merrej me pikturë dhe vizatoi një tablo të madhe ku paraqiste një shtëpi me shumë dritare dhe mbi çdo dritare një fytyrë gruaje që buzëqeshte. Kjo tablo u bë simbol i shtëpisë së dritës. Kur erdhi një gazetar për të bërë reportazh, Arta tha në fund: unë nuk jam askush i veçantë. Jam thjesht një nën që dikur mori një dorë ndihme dhe tani po e jep më tej. E nëse një ditë një nga këto gra ndihmon një tjetër, atëherë zinxhiri i mirësisë do të mos ketë fund. Gazetari e pyeti: çfarë do t'i thojë njerëzve që kanë shumë, por s'japin? Arta u mendua pak dhe tha: pasuria pa dashuri është si një shtëpi pa dritare. Mund të jetë e madhe, por është e errët. Në fund të ditës, kur të gjitha gratë flinin, ajo dilte në verandë, i shikonte yjet dhe thoshte në heshtje: Zoti, faleminderit që më le të kuptoj kuptimin e jetës. Dhe në ato net të qeta, kur era përplaste lulet e trëndafilave në muret e vjetra, dukej sikur shtëpia vetë merrte frymë. Ishte fryma e atyre që kishin vuajtur. Por që tani jetonin në dritë, shtëpia e dritës u bë një legjendë e vogël e qytetit. Fëmijët që kalonin para saj ndalonin për t'u përkulur, si përpara një vendi të shenjtë. Dhe njerëzit filluan të thoshin: në atë shtëpi jeton një grua që ndryshoi jetën e shumë të tjerëve, vetëm me zemër. Ditët kalonin me qetësi në shtëpinë e re. Vajzat, Ana dhe Era, ishin si dy rreze dielli që sillnin dritë e zhurmë në çdo cep të atij obori. Zoti Arben, ndonse i moshuar, e gjente veten më të gjallë se kur më parë. Çdo mëngjes zgjoheshte herët, përgatiste kafen e tij dhe qëndronte në verandë, duke parë vajzat teksa loznin në bar, ndërsa Mira, gruaja e re që kishte shpëtuar nga rruga, kujdesej për gjithçka me një përkushtim që askush nuk e kishte parë më parë. Në sytë e botës, ajo ishte thjesht një grua që kishte pasur fatin të ndihmohej nga një plak zemër mirë. Por në sytë e Zotit Arben, ajo ishte engjëlli që i kishte dhënë kuptim viteve të mbetura. Megjithatë, ajo që askush nuk e dinte ishte se Mira kishte filluar të ndjente diçka më shumë, një ndjenjë të thellë mirënjohjeje që po përzihej me dashuri, frikë dhe faj. Një mbrëmje, teksa bënte gati darkën, ajo e pa Zotin Arben të ulur në verandë, me duart që i dridheshin lehtë nga artriti. I afrohet, i vë një shall në supe dhe i thot me zë të butë: duhet të kujdesesh për veten, zotëri. Nuk dua që të sëmuresh, ai buzëqeshi, me një mallëngjim që e vështirë ta fshite: e di, Mira. Ti më kujton gruan time. Ajo gjithmonë më qortonte në këtë mënyrë. Por ti.
Je ndryshe. Ti më ke kthyer diçka që mendova se nuk do ta ndjeja më kurrë, jetën. Fjalët e tij e bën mirën të ndalonte. Syt i mbushën me lodh. Nuk dinte si të përgjigjej. Ai plak kishte bërë gjithçka për të, i kishte dhuruar një streh, një jetesë të ndershme dhe mbi të gjitha, sigurinë që asnjë burr nuk ja kishte dhënë më parë. Dhe ajo, me gjithë plagët që mbante në shpirt, e ndjeu se ky burr nuk ishte thjesht një bamirës. Ai ishte shpresa që jeta mund të ketë kuptim edhe pas rënojave, por si çdo gjë e bukur, edhe kjo qetësi nuk zgjati. Një mëngjes, në derë trokiti një makinë e zezë luksoze. Një grua e rreth të 50-ave zbriti me hije arrogance. Ishte Elona, vajza e vetme e zoti Arbenit, e cila kishte ardhur nga jashtë. Pa përshëndetje, pa buzëqeshje, ajo e pa mirën me një përçmim të thellë. Kështu pra, tha ajo me zë të akullt, ky është vendi ku babai im ka humbur mendjen për një grua të rrugës. Mira uli syt, e kuptonte që nuk kishte të drejtë të fliste. Por zoti Arben, që kishte ndjekur gjithçka nga dritarja, doli jashtë me bastunin në dorë. Mjaft, Elona. Kjo grua më shpëtoi shpirtin. Kur ti ishe e zënë me udhëtime dhe para, unë isha vetëm si një hije. Ajo më dha familje, më dha dridh. Dhe po, ja kam dhuruar shtëpinë me dëshirë. Elona qeshi me ironi, me dëshirë apo me mashtrim. Kjo grua do vetëm pasurinë tënde, bab, fjalët e saj ranë si thikë në zemrën e mirës. Ajo iku brenda, duke qarë në heshtje, ndërsa vajzat e vogla e ndiqnin pa e kuptuar çfarë po ndodhte. Brenda, ajo ul në dy sheme dhe tha me zë të dridhur, Zot, pse gjithmonë duhet të paguaj për diçka që nuk kam bërë, të nesërmen, ajo vendosi diçka që askush nuk e priste. Shkoi te zoti Arben me një zarf në dorë, këtu janë çelsat e shtëpisë, i tha me lot në sy. Ju më dhatë më shumë se sa mund të ëndërroja. Por nuk dua të jem arsyeja që vajza juaj ju urren. Do iki me vajzat e mia, siç erdha, në heshtje. Arbeni u trondi. U përpoq ta ndalonte, por ajo ishte e vendosur. Ai e pa teksa largohej me dy vajzat e saj nën shi. Dhe zemra i u drodh sikur më parë. Për ditë të tëra nuk hëngri, nuk foli me njeri, por historia nuk mbaroi aty. Disa javë më vonë, ai mori një letër. Ishte nga Mira, zotëri Arben, faleminderit për gjithçka. Ju më dhatë dritë në errësirën time, por unë nuk dua që dikush t'ju shoh si të mashtruar. Do mundohem t'ja dal vetë, sepse kështu ndjehem e denjë për ndihmën që më dhatë. Ju lutem, mos më kërkoni më. Vetëm lutuni për mua dhe vajzat e mia, lotët i ranë mbi letrën që mbante aromën e mirës. Ai e kuptoi se ndonjëherë dashuria më e pastër është ajo që largohet për të mos lënduar, por fati kishte plane të tjera. Një vit më vonë, një telefonat nga bashkia do t'i ndryshonte gjithçka. Një grua e re kishte shpëtuar 2 fëmijë nga një zjarr në një banesë të varfër. Ishte Mira. Ajo kishte humbur vetdijen, por kishte shpëtuar vajzat dhe një plak që jetonte në katin poshtë. Zoti Arben nuk priti asnjë çast. U nis drejt spitalit. Kur mbërriti, ajo ishte ende në koma. U ul pranë saj, i mori dorën dhe i pëshpëriti, nuk duhej të largoheshe kurrë. Ti ishe shtëpia ime, Mira. Jo kjo, por ti, kur më në fund ajo hapi syt pas disa ditësh, pamja e parë që pa ishte fytyra e tij, e lodhur, por me syt plot dashuri. Dhe për herë të parë, ajo nuk i tha zotëri, Arben. Më fal që ika, ai qeshi lehtë, me lot në sy, mos kërko falje, bia ime. Ti më mësove çfarë do të thotë dashuri pa kushte. Në atë moment, Elona hyri në dhomë, me fytyrën e zbehur nga pendesa. Ajo ju afrua babait dhe Mirës, i pa të dy dhe tha, kam gabuar. Ajo është njeri më i mirë se unë, Mira e pa, dhe vetëm e përqafoi. Nuk tha asgjë. Sepse ndonjëherë falja është më e fortë se çdo fjalë. Pas atij momenti, zoti Arben mori një vendim tjetër të madh. Ai regjistroi një fondacion në emër të Mirës, shtëpia e shpresës, për të ndihmuar gratë e vetme dhe fëmijët pa streh. Ai nuk jetoi gjatë pas kësaj, por vdiq i qetë.
Me Mirën dhe vajzat pranë, si një familje e vërtet, në testament, ai kishte shkruar vetëm një fjali, dashuria e sinqert nuk blihet me para, por me shpirt. Dhe kështu, historia e tyre mbeti shembull për të gjithë fshatin, një histori që tregoi se ndonjëherë më të pasurit janë ata që japin, jo ata që kanë. Kanë kaluar 3 muaj që nga dita kur Zoti Arben mbylli syt për gjithmonë. Fshati ende fliste për funeralin e tij, i cili ishte bërë si një ceremoni e dashurisë, jo e vajit. Në vend të lotëve, Mira kishte kërkuar që të ndisnin qirin e të lexonin vargjet e tij të preferuara nga librat e vjetër që e shoqëronin gjithmonë në verandë, në oborrin e shtëpisë, ku ai dikur ulej çdo mëngjes. Tani ndodhej një pllak e bardhë mermeri ku shkruhej, këtu prehet një shpirt që ndihmoi të tjerët pa pyetur pse. Mira rrinte shpesh aty me 2 vajzat e saj që tashmë ishin rritur dhe e kuptonin më mirë se kushdo se çfarë kishte ndodhur. Ana, vajza më e madhe, mbante një blok në dorë dhe vizatonte fytyrën e Zotit Arben. Mami, i tha një ditë, a është e vërtet që ai na bleu shtëpi vetëm sepse na deshi si të ishim të tijat? Mira e përqafoi fort dhe u përgjigj me zë të butë, po, bia ime. Ai na deshi pa kërkuar asgjë. Dhe ky është lloji më i pastër i dashurisë që ekziston. Pas vdekjes së tij, ajo kishte marrë përsipër drejtimin e fondacionit Shtëpia e Shpresës. Ishte ëndra e tij e fundit dhe ajo e ndjeu si detyrim moral ta mbante gjallë. Me ndihmën e bashkisë dhe disa donatorëve që kishin dëgjuar historinë e tyre, shtëpia e vogël u kthye në një strehë për gra të braktisura. Nëna të dhunuara dhe fëmijë jetim, çdo mëngjes Mira ngrihej herët, përgatiste mëngjes për të gjithë dhe përpiqej të sillte po atë ngrohtësi që dikur ja kishte dhënë Zoti Arben. Në mur kishte varur një fotografi të tij, ku qëndronte me bastunin në dorë dhe me atë buzëqeshjen që s'do të harroj kurrë. Një ditë, teksa po pastronte dhomën ku ai kishte jetuar, gjeti një zarf të fshehur në një libër të vjetër. Me duar që i dridheshin, e hapi. Brenda kishte një letër, shkruar me dorën e tij. Mira, nëse po e lexon këtë, do të thotë se koha ime ka ardhur, mos u trishto. Njerëzit si unë nuk vdesin, ne jetojmë në kujtimet e atyre që kemi dashur. Kam ditur që nga dita e parë se je më shumë se një grua në nevojë, je një grua e fortë që meriton një jetë të re, prandaj dëshira ime e fundit është që ti të vazhdosh ta ndërtosh këtë shtëpi, jo si një kujtim për mua, por si një fillim për shumë të tjerë, dhe nëse ndonjëherë ndihesh e vetme, kujto fjalën time të fundit, dashuria që jep, kthehet gjithmonë. Mira e mbajti letrën në zemër për disa minuta, pa mundur të përmbante lotët. Ishte sikur ai ende i fliste. Ai ende jetonte në çdo hap, në çdo frym, në çdo qeshje të vajzave. Në muajt që pasuan, Shtëpia e Shpresës u bë një vend që frymëzonte të gjithë. Gratë që vinin aty shpesh rrëfenin historitë e tyre dhe Mira i dëgjonte me durim. U mësonte si të qëndronin në këmbë, si të mos humbisnin dinjitetin. Ajo kishte mësuar nga Arbeni se ndihma nuk është lëmosh, por dorë që të ngre. Një pasdite, në obor, erdhi një vajzë e re, e lodhur, me një foshnjë në krah. Më thanë se këtu ndihmonin nënat e vetme, tha me zë të dridhur. Mira e pa. E kujtoi veten e dikurshme. U afrua, e përqafoi dhe i tha, po, e dashur. Këtu nuk të pyesim pse ke ardhur. Të pyesim vetëm nëse do të fillosh nga e para. Në atë moment, Ana i bëri një fotografi të vogël, që më vonë u bë simboli i fondacionit. 2 gra të përqafuara, njëra që jep forcë dhe tjetra që e gjen. Por jeta kishte përgatitur edhe një tjetër surprizë. Një mbrëmje, ndërsa po shite dokumentet e fondacionit, në derë trokiti një burr i ri, i veshur me kostum gri. Zonja Mira? E pyeti. Unë jam avokati i familjes së Zoti Arbenit. Kam një mesazh të fundit për ju, ajo e ftoi të hynte. Ai i dorëzoi një zarf të vullosur. Brenda ishte një dokument testamentar, një shumë e madhe parash, llogari bankare që Arbeni kishte lënë fshehurisht në emër të saj dhe të fondacionit. Bashkë me dokumentin, kishte dhe një shënim të shkurtër me dorën e tij. Mira, ti më mësove se pasuria më e madhe është ta ndash me të tjerët. Tani kjo është e jotja. Mos lejo askënd ta ndaloj. Ajo u ul në karrige dhe shpërtheu në lodh.
Jo për parat, por për besimin që ai kishte pasur tek ajo deri në fund. Ishte një ndjenjë e thellë nderi dhe përgjegjësie, me ato para, Mira zgjeroi fondacionin. Hapi deg në qytete të tjera, punësoi gra që dikur kishin qenë viktima dhe i ktheu në mentore për të tjerat. Vajzat e saj u rritën në atë atmosferë dashurie e përullësie, duke mësuar se e mira nuk harrohet kurrë. Në përvjetorin e parë të vdekjes së Arbenit, ajo organizoi një ceremoni në oborrin ku gjithçka kishte filluar. Dëgjoheshin zërat e fëmijëve, aromë byreku dhe qeshje që mbushnin ajrin. Ajo mori fjalën dhe tha, "Ky vend nuk është një shtëpi për të pastrehet, por një streh për shpirtrat e humbur. E them me bindje, çdo grua që kalon këtë derë është një grua që do të rilind." Dhe pastaj shtoi, "Arben, shpirt, ne e mbajtëm premtimin." Në atë moment, një erë e lehtë fryu dhe një petal trëndafili qëndroi mbi letrën që mbante në dorë. Mira e pa lart dhe buzëqeshi. Ishte sikur ai ende ishte aty, i pranishëm, duke e mbrojtur nga lart. Ajo kuptoi se pasuria e tij e vërtet nuk ishin shtëpitë, tokat apo llogaritë, por trashëgimia që kishte lënë, dashurinë pa kushte dhe besimin tek e mira e njeriu. Në fund të ditës, teksa vajzat e saj flinin, Mira shkroi në ditar, "Ai më dha një çati, unë i dhash një trashëgimi." Dhe ndoshta kështu funksionon dashuria e vërtet, nuk mbaron kurrë. Thjesht ndryshon formë. Kishin kaluar plot 15 vite që nga dita kur Zoti Arben kishte mbyllur syt për herë të fundit. Shtëpia e shpresës tashmë ishte bërë një institucion i njohur në gjithë Shqipërinë, një streh për gratë që nuk kishin askënd, për fëmijët që ishin harruar nga jeta, për të moshuarit që kishin mbetur vetëm. Në çdo cep të asaj shtëpie ndjej aromë dashurie, mirënjohjeje dhe një frym që s'kishte asgjë të përbashkët me bamirësinë e ftohtë. Ishte shpirt, ishte gjak, ishte amanet, Mira tashmë ishte thinjur. Sytë e saj kishin ende atë ngrohtësi që e njihnin të gjithë, por në to fshihej edhe një lodhje e ëmbël, ajo që e ndjen vetëm njeriu që e di se ka dhënë gjithçka. Vajzat e saj, Ana dhe Era, tani ishin rritur, të arsimuara, të ndjeshme dhe po aq të përkushtuara sa nëna e tyre. Ana, vajza e madhe, kishte përfunduar psikologjinë dhe drejtonte qendrën e këshillimit për gratë që vinin aty. Era, më e vogla, ishte arkitekte dhe kishte rindërtuar gjithë kompleksin e fondacionit me duart e veta, duke ruajtur çdo detaj të kujtimit të parë. Verandën ku dikur Zoti Arben rinte me bastunin në dorë dhe qeshte me vajzat e vogla që luanin në bar. Një ditë të ftohtë dimri, ndërsa Bora binte lehtë mbi çatinë e vjetër, Ana gjeti një kuti druri të fshehur në një nga raftet e bibliotekës së vjetër të Arbenit. Ishte e vjetër, e gdhendur me dorë dhe kishte inicialet AK. Të gdhendura në kapak. E mori me kujdes dhe e çoi te nëna, "Mami," tha ajo me një ton të përmbajtur, "mendoj se kjo është për ne." Ishte në dhomën e tij, mbrapa librave të vjetër të testamentit. Mira e mori kutinë me duar që i dridheshin. Brenda kishte disa dokumente të vjetër, një libër me shënime të dorës së Arbenit dhe një zarf të mbyllur. Në kopertinën e zarfit shkruhej, "Të hapet vetëm pasi vajzat të jenë gati ta kuptojnë historinë time të vërtetë." Ana dhe Era u ulën pranë. Mira hapi zarfin ngadalë. Brenda kishte një letër të gjatë, shkruar me dorën e tij elegante dhe të pastër. Si dikur, e dashura Mira, nëse po lexoni këtë, do të thotë se koha ime në tokë është bërë kujtim, por historia ime ende s'është treguar e gjitha. Ka diçka që nuk ju a thash kurrë, jo sepse nuk doja, por sepse nuk doja t'ju mbaja peng të një dhimbjeje të kaluar. Unë dikur pata një grua dhe një djalë. Gruaja ime, Sofie, vdiq e re. Djali im u rrit me urrejtje ndaj meje, sepse unë isha gjithmonë i ftohtë dhe i zënë me punë. Kur u rrit, u largua jashtë vendit dhe s'u kthye më. Pas shumë vitesh, mora vesh se kishte vdekur në një aksident, duke lënë pas një vajzë të vogël, po, Mira. Ajo vajzë ishte ti, ti je mbesa ime. Letra ra nga duart e saj. Ana dhe Era ngrinë në vend, "Jo." Përshpëriti ajo me zë të ulët, "Jo, kjo s'mund të jetë e vërtetë." Por letra vazhdonte, "Kur të gjeta për herë të parë, nuk të njoha menjëherë. Ishte si të shija një hije të vajzës sime që kisha humbur.
Ti kishe të njëjtët sy, të njëjtën ndershmëri, të njëjtën forcë që e kishte edhe i mbir. E kuptova menjëherë se Zoti po ma kthente diçka që më kishte marrë shumë vite më parë. Nuk të thash kur sepse doja që dashuria jonë të ishte e lirë, jo e detyruar nga gjaku. Doja që ti të ndiheshe e pranuar si njeri, jo si detyrim, dhe kur pash se si e doje çdo njeri që vinte në atë shtëpi. Kuptova se gjaku s'ka rëndësi, sepse shpirtin e kemi të njëjtë, prandaj dije se gjithçka që lash për ty me ndërgjegje të plotë. Ti ishe e vetmja familje që më kishte mbetur, të dua si gjakun tim, Arben Kodra. Kur mbaroi së lexuari, Mira nuk mundi të fliste për disa minuta. Lotët i rridhnin pa zë. Ndjeu sikur gjithë jeta e saj u rrotullua përreth një të vërtetë që kishte qenë gjithmonë pranë saj, por që se kishte njohur. Ana ju afrua, e mbajti për krahu dhe i tha, "Mami, ndoshta kjo është arsyeja pse jeta ju lidhi. Ndoshta Zoti ju deshi bashkë që ta shëronit njëri tjetrin." Mira buzëqeshi mes lotëve, "Po, bia ime." Ai se bëri për mëshirë. E bëri për dashuri. Dhe tani e kuptoj pse çdo gjë që prekte ai, kthehej në jetë. Ai se bënte për të tjerët, e bënte për mua. Për ne, pas asaj dite, Mira dhe vajzat vendosën të ruanin sekretin mes tyre, si një trashëgimi shpirtërore. Në dokumentet e fondacionit, ato shtuan një fjali të re nën emrin e tij, themeluar nga dashuria që kalon përtej gjakut. Vitet kaluan. Mira ndërroi jetë në paqe, në të njëjtin vend ku dikur e kishte gjetur shpresën, në verandën e vjetër ku rrezet e diellit shndrisnin portretin e Arbenit në mur. Vajzat, tashmë të rritura, vazhduan punën e saj me përkushtim. Një ditë, në një ceremoni përkujtimore, Ana mbajti fjalën para 10 grave që kishin gjetur stre në shtëpinë e shpresës. Historia e këtij vendi, tha ajo me zë të qetë, është historia e dashurisë që nuk njeh kufi. Një burrë e një grua që nuk i lidhi gjaku, por zemra. Ai i dha asaj një stre. Ajo ja ktheu me jetë. Dhe kështu, nga një akt i vogël mirësi, lindi një brez i tërë shprese. Publiku u ngrit në këmbë. Disa qanin. Disa duar trokisnin. Në atë moment, era vuri një trëndafil të bardhë mbi fotografinë e Arbenit dhe pëshpëriti, "Gjysh, ne e mbajtëm fjalën. Ti si e harruar, sepse dashuria jote jeton në çdo shpirt që hyn këtu." Dhe ndërsa dielli perëndonte pas shtëpisë, një rreze e artë ndriçoi portretin e vjetër në mur. Ishte sikur ai buzëqeshte përsëri, i qetë, i lumtur, sepse kishte gjetur paqen e vërtetë, një familje që nuk ja dha gjaku, por dashuria. Në fund të ditës, Ana shkroi në librin e kujtimeve të fondacionit, ai bleu një shtëpi, por në të vërtetë ndërtoi një botë të re. Dashuria e tij u bë themel dhe mbi të u ndërtuan zemra që sot rrahin me shpresë. Kështu mbaron historia e një milioneri që s'kishte nevojë për pasuri, por për dashuri. Dhe e gjeti.